Bilanci tregtar i Kosovës, importe të larta, eksporte të përqendruara te druri dhe pijet freskuese. Kosova po përballet me një hendek të madh tregtar në vitin 2025. Sipas të dhënave të doganës, importet për periudhën janar-tetor kanë arritur rreth 5,8 miliard euro, ndërsa eksportet vetëm 0,74 miliard euro. Kjo gjeneron një deficit tregtar prej mbi 5,1 miliard euro, duke treguar një varësi të lartë të ekonomisë nga mallrat e importuara. Për çdo 100 euro mallra që hyn në Kosovë, ekonomia arrin të eksportojë vetëm rreth 12,6 euro. Hendeku mujor nuk zbret asnjëherë nën 400 milion euro. Produktet më të importuara janë energjia dhe automjete mbi 735 milion euro, për karburante dhe vajra minerale, rreth 707 milion për automjete dhe mbi 454 milion për makineri dhe pajisje. Top 5 produktet e importuara në vitin 2025 janë karburante, energji elektrike, shufra qeliku, cigare dhe autovetura, ndërkohë eksportet mbeten të ulta me vlerë totale prej rreth 737 milion euro. Produktet e eksportuara më së shumti janë dyer dhe dritare plastike, pije freskuese, energji elektrike, mobilje prej drurit dhe mbetje hekuri. Shqipëria mbetet tregu më i madh për produktet nga Kosova, ndjekur nga Maqedonia e Veriut dhe Gjermania. Me një diferencë prej 50,7 miliard eurosh midis importeve dhe eksporteve, paraja vazhdon të rrjedhë jashtë vendit. Ekspertët paralajmërojnë se pa politika stimulimi për eksportet dhe prodhim të brendshëm, hendeku tregtar mund vazhdojë të rritet.